Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin e ditës, me temën apo të ftuarën për sot. Sot do vazhdojmë të flasim edhe më tutje për sukseset e të rinjeve tanë, që me sukseset e të cilave mburemi edhe ne si shoqëri. Sot kemi botimin e radhës të një tjetër autore, ajo është nxënëse e shkollës fillore, megjithatë ka arritur të botojë veprën e saj të parë, Flet Shpirti, është kjo Rilona Mislimi. Përshëndetje Rilona, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi dhe privilegj që me ju sot. Faleminderit shumë që na ke nderuar, të përgëzojmë për librin dhe urojmë që të të shtohen sukseset. Faleminderit shumë. Atëherë, Rilona, në fillim të flasim pak për biografinë tënde, pra një prezantim të shkurtër që të kuptojë edhe shikuesi se për kë bëhet fjalë. Po, sigurisht. Unë jam klasë 9, mësoj në shkollën Fanoli, në fshatin Pallatic, rrethin të Tetovës. Kryesisht jam marrë me shkrime gjatë gjithë kohës, po besoj që do kem edhe botime të reja. Tjera, sigurisht. Mund tash të përgëzojmë për librin tënd të parë, megjithatë unë uroj shumë që të kemi dhe libra tjerë nga ti, botime tjera që së bashku t'i promovojmë nëpër emisionet tona. Flet Shpirti është libri yt i parë me poezi. A mund të flasim pak për qëllimin apo motivimin për ta botuar këtë libër, tematikën që ka përmendur në libër? Po, tema kryesore është edhe qëllimi që të rinjtë ta kuptojnë se përmes shkrimit mund të shpresh atë që nuk mund ta shpresh me gojë. Kryesisht flet për errësirën drejt dritës, edhe është historia e rritjes çdo njeri prej nesh, se si jemi rritur dhe si kemi kaluar sprovat tona gjatë gjithë jetës. Në sa cikle, Rilona, është ky libër? Ky libër është ndarë në 3 cikle. Cikli i parë është drita, që flet për dritën se si fillon. Pastaj është edhe heshtja, është kur sprovat, flasim vetë, dalin fjalët nga shpirti, dhe në fund e mbyllim me urtësinë. Bën pyetje më universale, është më e komplikuar, për shembull. Duhet të jesh më e fokusuar që përgjigje nuk i ke aty, por duhet që të mundohesh që t'i gjesh. Gjesh, po, sigurisht ky është edhe mesazhi ndoshta që ke dashur ta përcjellësh edhe tek ata të cilët do ta lexojnë këtë libër. Megjithatë, kush të ka mbështetur për ta botuar këtë libër? Me kë ke bashkëpunuar? E kam bashkëpunuar me redaktorin Berzat Sadiki dhe me shoqatën Prolitera në Tetovë. Më ka dhënë një inspirim të madh shumë redaktori Berzat Sadiki, po ashtu edhe familja ime ka qenë një krah i djathtë gjatë këtij rrugtimi. Kujt do kishe dashur të dedikosh këtë libër, meqense se e kishe të shkruar në faqen e parë të librit? Më shumë ja dedikoj familjes time, që ka qenë krah i këtij rrugtimi. Ja dedikoj edhe të rinjve që ta shprehin atë që e kam brenda dhe jo ta mbajnë mbyllur, se çdo gjë shprehet edhe para gjykimet nuk janë diçka që mund të shqetësojnë. Po, shumë e bukur. Flet Shpirti e ke titulluar. Pse e ke titulluar kështu? Sepse në këtë libër çdo flet është një shpirt i njom që ditën ndjej thellë, ka mendime të thella dhe zgjidhet çdo gjë me anë të kohës. Ky libër është me poezi. Ke ndonjë poezi të preferuar në libër apo s'mund t'i ndash? Po, kam edhe poezi të preferuara që i kam shkruar me ndjenja. Po, mund të edhe t'i lexoj. Po, sigurisht do t'i lexojmë pastaj edhe në pjesën tjetër mendoj të emisionit për të flasim edhe pak për librin. Mendon që të botosh edhe libra të tjerë pas këtij libri? Ke arritur një sukses me këtë? Uroj që të shtohen botimet. Po, besoj që mund të botoj edhe me kalimin e kohës disa libra të tjerë me tematika të ndryshme. E ke bërë promovimin e librit? Shoqëria si e ka pritur këtë libër? E ka pritur shumë mirë, më kanë dhënë shumë mbështetje, ka patur komente pozitive. E kam bërë promovimin në shkollën ku mësoj, shkolla Fanoli, në fshatin Pallatic. E përshëndes edhe kolivin e shkollës, edhe ai ka qenë një mbështetje shumë e madhe gjatë rrugtimit. Shumë e bukur. Të lexojmë disa nga poezitë që the të preferuara e ke, të shohim se për çfarë flasin ato dhe pastaj do të bëjmë edhe analizën e tyre. Po, patjetër. Një nga poezi që e kam shkruar më ndjenja dhe më pëlqen më shumë është Le të përhapet. Le të përhapet dritë në çdo zemër, le të shuhet errësira e vjetër. Le të ndizet flaka e diturisë, le të shëndrisë në çdo cep të jetës. Le të përhapet drejtësia e vërtet, ku fjala vlen më shumë se forca. Le të ngjitet liria në çdo shkallë, të mos ketë më zinxhir as frikë. Le të përhapet lumturia si diell, t'i shëroj plagët e botës. Le të lulëzoj shpresa në çdo zemër, si pranverë që s'vdes kurrë. Le të përhapet dashuria me vepra, si era që mbjell paqet e njerëzimi. Kjo ardhmëria që unë e ëndërroj, është dritë që buron nga ne vetë. Për çfarë flitet në fakt në këtë libër? Në këtë libër më konkretisht flitet për realitetin që duhet që të gjithë ta pranojmë dhe mos e mohojmë, të lejojmë që liria të përhapet, mirësia të përhapet, dashuria dhe mos këtë botë mos e mbizotroj egoja.
Pra ky është në fakt mesazhi në këtë poezi, në këtë vjersh që ke dashur ta përhapësh tek shoqëria. Por poezi tjetër të preferuar, ke edhe ndonjë tjetër? Është edhe një poezi që ja kam dedikuar librit tim të parë ose fillimit tim të ri. Fjalët që u ban libër. Në duar i mba fjalët që zemra i shkruajti, syje të vegjël që nata i mbrojti. Çdo varg kujtim, çdo resh ndjenjë, çdo fjalë rrugë drejt shpirtit tim. Në faqet e këtij libri frima ime ron, një botë e brendshme që tani fluturon. Nga ëndra e heshtur në dritë ka dal, si zog i lirë që s'kthehet prap në mal. Ky libër s'është fund, por fillim i vërtet, një rrugëtim i ri që nis me jetë, se çdo poezi në zë të vet flet, për dashuri e lot dhe shpirtin që pret. Rrugëtim i ri me shpirtin përpara, me penën si dritë që hap çdo udhë. Në çdo fjalë fshihet hëna e bardhë dhe një shpresë që zi të shuhet kur. Tani let niset kjo rrugë e re, me fjalë që i prekin zemrat ndër ne. Se librat s'janë thjesht rreshta në letër, janë fjalë që do të thuhen edhe në librin tjetër. Të lumtë edhe recitimin e ke të jashtëzakonshëm, të përgëzoj edhe për këtë pjesë. Për çfarë flitet në këtë poezi, fjalët që u bën libër? Konkretisht këtë poezia kam dedikuar librit tim të parë. Ndjena që i kam shprehur janë bërë libër, domethënë fjalët e gjitha që i kam shkruar nga thellësia e shpirtit kanë dalë në këtë botim të librit tim të parë. I ke botuar, domethënë. Nga motivohesh më së shumti për të shkruar, Ilona? Më shumë motivohem dhe bazohem tek rinia që është sot, nga momenti që kalojnë rinit, dhe e kam shkruar që t'ju jap më shumë motive atyre se pas çdo errësire ka një dritë, ka një rrugë që në fund tunelit. Po, në fund tunelit do ketë një dritë të madhe. Të kujtohet shkrimi yt i parë që ke shkruar? Kam shkruar shumë shkrime, saktësisht nuk më kujton, kam shkruar që në moshë të vogël, që në moshën 10 vjeçe. E kam si talent, kam shkruar shumë poezi të ndryshme, por në kohët të fundit fillova të publikoj dhe kështu edhe botova edhe librin. Të flasim pak edhe për leximin, meqense se shkruan bukur, gjithashtu edhe lexon kam përshtypjen, apo lexon shumë, por të rinjt tanë mendojnë që lexojnë shumë apo teknologjia, rrjetet sociale e kanë bërë të veten. Disa janë të pjekur shumë edhe lexojnë libra, por teknologjia e re tani edhe ka shtytur pak jashtë librit, nuk e din se si mund të motivohen për një libri. Po, megjithatë, çfarë do i kishe porositur të rinjët tanë, apo moshatarët e tu, të shkruajnë, të lexojnë? Më shumë i kisha porositur se një varg mund të ndryshojë një zemër dhe një zemër mund të ndryshojë një botë. Kështu që çdo shkrim që mund ta shkruani ose çdo fjalë që e lexoni, të jep motivin e jetës dhe ta kuptoni se çdo njeri ka provat e veta, edhe nuk është fundi i botës. Megjithatë, të flasim edhe pak për sukseset e tua. Ke marrë ndonjë çmim në ndonjë garë apo konkurs ku ke marrë pjesë? Më 23 prill mora çmim te konkursi letrar te Biblioteka Koço Racine me titullin e librit, një poezi për librin dedikuar librit. Shumë bukur, të urojmë dhe shumë suksese në të ardhmen. The që promovimin e librit e ke bërë, apo jo? Ku e ke bërë promovimin e librit? Te shkolla Fanoli. Në shkollën tuaj, domethënë që edhe shkollën fillore. Megjithatë, planet që ke për të ardhmen në lidhje me shkrimet, me botimet, përmende pak më herët që do të bësh edhe botime tjera dhe nuk do të ndalosh këtu. Megjithatë, kur mund të presim, le të themi, një botim tjetër apo do të shkruash ende një herë? Po, kam filluar edhe me botimin tjetër. Besoj që mund të ketë edhe disa pjesë tregime, si pjesë poezish, edhe shumë mesazhe të tjera. Besoj të zgjasë pak si shumë kohë, se duhet më shumë vëmendje, është edhe puna e shkollës, orari saktuar. Besoj që edhe pak mund të botohet edhe ai libër. Këtu kishe dashur ta falenderosh për këtë suksesin tënd, le t'i themi, ta përshëndesish për në fund të emisionit? Doja të përshëndesh shumë arsimtarin Berzat Sadike, ai më ka motivuar gjatë gjithë kohës dhe ka qenë një shtytje ime për ta vazhduar ëndrrën time. Gjithashtu familjes, nënës, babit, prindve, që kanë qenë një shtytje e madhe gjatë këtij rrugtimi. Po dhe shoqërisë, shoqëria është ajo që t'jep pjesën më pozitive dhe që mund ta vazhdosh ëndrrën tënde pa pasur frikë. Sigurisht, kjo është më e rëndësishme, t'i ndjeki mendrat dhe të na realizohen sigurisht ato. Ilona, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ton, edhe një herë përgëzoj për librin dhe uroj që sukseset e tua të shtohen edhe të moshatarëve të tu sigurisht, sepse thash më herët ju jeni krenaria dhe ardhmja e këtij vendi. Faleminderit edhe shumë nga ju. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me të ftuaran e ditës për sot, një intervistë të shkurtër me një vajzë shumë të talentuar e cila ka arritur të botojë dhe veprën e saj të parë apo librin e saj të parë. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.